prodhim që ky vend në inovacion, ide të reja, çfarë mund të jetë, por e janë në prona se do shiten më shtrenjtë. E di shumë mirë kryeministri që do të rritet çmimi i pronës. Po faktikisht dje ka pas edhe një raport të Deloitte-it i cili krahasonte më saktë curinë e sektorit pasurive patundshme në gjithë kontinentin evropian. Dhe më bën përshtypje dy shifra aty. E para që 2 nga 3 qytetet me rritje më të madhe të çmimeve në Europë janë në Tiranë, pra janë në Shqipëri, Tirana dhe Vlora. Dhe shifra e dytë ishte ajo që Shqipëria tashmë ka arritur një sipërfaqe ndërtimi për banor që është në top 4 ose 4 vendet më të larta të Europës. Unë gjatë kohës që unë kam qenë në fakultet, bëhet fjalë tuaj 20 vjet përpara, unë mbaj mend se kam pas një nga temat e mia të diplomës me këtë histori që ne kishim sipërfaqen më të vogël për frymë, sipërfaqen banimi më të vogël. Pra në 20 vjet ose më saktë në 10 vitet e fundit këtu është bërë një masakër me ndërtimet, është ndërtuar pafund dhe kemi arritur në këtë situatë. Sot kryeministri bën thirrje të gjithëve që të vinë blejnë pronat, sepse ndoshta unë mendoj që po ndjen sinjalet e para të një fuske apo të një mbingopje apo të një mbindërtimi, sepse që të bëhet Shqipëria tani një nga 3 apo 4 vendet me sipërfaqe më të madhe të ndërtimit dhe me çmimet më të larta në Europë dhe me këtë nivel çmimesh, pra këtu ka diçka që nuk shkon. Ne e dim çfarë është që nuk shkon sepse na tregojnë ose çunat i kanë thonë na i shit se ngelen. Aruba. Dosjet e Arubës, dosjet e Belgjikës e kështu me radhë. Dhe prandaj për ta zgjatur sa më shumë këtë historinë e plasjes, kryeministri dele bën thirrje të tilla. Janë disa thirrje. E para hajde blini se kur të hyjmë ne do dyshojmë çmime, pastaj është ajo historia që ne këtu s'do ketë me asnjë para kesh. Po, e vërtetë. Çka keni në përthasje. Në 2030 hidheni. Pra janë disa thirrje që shkojnë në këtë drejtim. Pra, për të arritur Basir në fund fare tek ai kulm, te ajo vertice, që thoshte edhe gazetari italian, i dosjes së radhës, e cila gjithsesi mbetet ashtu si ajo me Gonigal, mbetet vetëm një me Gonigali feston 4 vjetorin në prokurori pas një ftesë në drejtim të akuzuarve të dyshuarve në janar, nga regjistrimi i procedimit penal, por kjo dosje unë them që do ketë zhvillim më pozitive, prokurori i strukturës së posaçme duhet të marrë një premtim përpara se të shkojë në zyrë, sepse nuk do ta zgjedh Rama. Nuk do ta zgjedh Rama kësaj rrede. Do të jetë nga emrat që përfitet? Ka përpjekje nga emrat të cilët janë të shantazhueshëm. Nga prokurorët që pretendojnë të shkojnë në karrikën e drejtuesit. Janë të shantazhueshëm. Por informacionet ata burrat dhe gratë që çojnë porosit dhe vendosin, i kanë. Dhe besoj se do jetë ajo që thotë Bleri një rastësi ishull